Dje në ora 10, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë arrestuar një 59 vjeçar nga fshati Reqice Vogël e Tetovës. Arrestimi u krye pas një denoncimi paraprak nga komuna e Tetovës, sipas të cilit ai kishte penguar hyrjen në një parcel të parapar për aktivitete pune të komunës, duke i vendosur drynin derës hyrëse. Personi është shoqëruar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vjojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 13:45 në bulevardin Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Debërc e Tetovës. Gjatë një kontrolli në trafik, policia ka ndaluar një motociklet me targa të Tetovës që drejtohej nga ai, ku pas verifikimit është konstatuar se drejtonte mjetin pa pasur leje drejtimi. Motocikleta është konfiskuar ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihet padipërkatëse. Dje në orën 14:10 në stacionin policor të Mavrovës është raportuar se në një shtëpi vikendi në fshatin Hanet e Mavrovës është gjetur e vdekur një 58 vjeçare nga fshati Leunov, komuna e Mavrovës dhe Rostushës. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen pa shenja dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet është dërguar për obduksion. Dje në ora 17:10 në stadiumin e qytetit në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga fshati Leshk dhe një 19 vjeçar nga Kumanova. Gjatë kontrollit tek ata është gjetur dhe konfiskuar marijuan dhe një lëndë e murme në formë kokrizash. Dje në ora 20:30 në bulevardin Iliria në Tetov, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar një 31 vjeçar nga Reqica e Vogël dhe një 27 vjeçar nga Tetova. Gjatë një kontrolli rrugor, policia ka ndaluar automjetin e tipit Audi me targa të Tetovës e drejtuar nga 31 vjeçari, ku janë konstatuar disa shkelje të rregullave në trafik. Gjatë procesit, shoferi ka filluar të sillet në mënyrë agresive dhe të ofendoj policët, ndërsa pasagjeri 27 vjeçar ka refuzuar të identifikohet. Pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.